Le të imagjinojmë për një moment sikur po mbajmë në dorë një kartë monedh prej 1000 lekësh. Duket thjesht si një copë letër, apo jo? Po, absolutisht, një mjet krejt i rëndom të këmbimi që hyn e del nga portofoli ynë pa lënë ndonjë gjurmë të madhe. Fiks. Por çfarë ndodh nëse themi se në varësi të raftit apo dyqanit ku vendoset të shpenzohet ajo kartë monedh, sot ajo mund të krijojë një vend të ri pune. Drejt për drejt në lagjen ku jetojmë ne. Sakt, ose në të kundërt mund të zhduket përtej kufirit shtetëror në më pak se 24 orë. Është një paradigma disi e verbër, ajo me të cilën jemi mësuar të jetojmë të gjithë ne. Po vërtet, ne zakonisht e shohim blerjen thjesht si një veprim mekanik, paguajmë dhe mbaroj aty. Domethënë, akti i konsumit shpesh trajtohet si krejtësisht pasiv. Por nëse e shohim me kujdes, çdo herë që kalohet një kartë bankare apo i jepet një shumë parash në atë fraksion sekonde, po hidhet një votë e mirëfillt. Një votë e heshtur, por me një fuqi të jashtëzakonshme. Dhe ky është pikërisht fokusi i kësaj analize të detajuar sot. Ne kemi përpara një material udhëzues mjaft provokues që mban titullin Buy Local, bli produkte vendore. Një material që fton për shumë reflektime. Definitivisht. Misioni i këtij eksplorimi të thellë është të kuptojmë atë ndikim zinxhir, atë reakcion shpesh të padukshëm me sy të lirë, që ndodh kur njerëzit zgjedhin produkte të prodhuara brenda vendit. Si reflekton kjo në ekonomi? Si i shndron komunitetet dhe ndoshta pjesa më e papritur, Mbrojtja e identitetit kombëtar? Fiks, si kthehet kjo në një mekanizëm mbrojtës për vetë identitetin, por për të hyrë në brendësi të kësaj analize, pse ky burim e thekson kaq fort konsumin e ndërgjeshëm? Shiko, kjo është pyetja themelore. Pse duhet të interesojë një qytetari të thjesht origjina e një produkti? Përgjigjja që buron nga ky material është se asnjë shoqëri nuk mund të arrijë një forcë të vërtetë pa gjetur mekanizma ku qytetarët mbështesin njëri tjetrin. Kuptoj, do me thënë nuk bëhet fjalë vetëm për të mbushur raftet e shtëpisë. Pikërisht, nuk po flasim për rafte të mbushura, por për një sistem mbijetese të përbashkët. Mua si lexuese më pëlqen ta vizualizoj këtë situatë me një paralele rreth kopshtarisë. Interesante, si e lidh këtë? Zgjedhja e produkteve vendore është pak a shumë si të mbjellësh një farë dhe ta ujtësh atë rregullisht në kopshtin e shtëpisë tënde. Nga ana tjetër të shpenzosh pa menduar për origjinën është njësoj Si të marrësh ujin tënd dhe të ujitësh lëndinën e dikujt tjetër? Sakt, të ujtësh një lëndinë qindra apo mijëra kilometra larg. Natyrisht lëndina e dikujt tjetër do të bëhet e gjelbër dhe e lulëzuar, por toka rreth nesh do të fillojë të thahet gradualisht. Është një metaforë shumë e gjetur. Falinderit. Megjithatë, para se të kalojmë më thellë, unë jam pak skeptike për një gjë. A nuk ngarkon kjo një përgjegjësi ndoshta shumë të rëndë mbi supet e atyre që thjesht po përpiqen të bëjnë pazarin e javës? Është një rrezik real të perceptohet si një barë e rëndë morale. Unë jam i qartë për këtë, por materiali nuk kërkon një analizë akademike për çdo domate që blihet. Fatmirësisht. Po pra. Ajo që sugjerohet është thjesht njohja e energjisë financiare. Paratë e qytetarëve janë energjia që e mban një shoqëri në lëvizje. Pra një zhvendosje e vogël e vëmendjes. Fiks, një orientim pak më i kujdesshëm i asaj energjie aty ku ka mundësi. Në rregull, le të jemi pak më konkret. Çfarë do të thotë gjitha kjo në të vërtetë? Si funksionon kjo mbajtja e parave brenda vendit? Sepse logjika e thjeshtë na thotë që pasi transaksioni përfundon në ark, gjithçka mbyllet aty. Bler si merr mallin dhe shit si merr lekët, apo jo? Pikërisht ashtu mendohet, por materiali flet për një koncept ku mbështetja e drejt për drejt ndaj fermerëve dhe prodhuesve funksionon si një lloj ekonomie bumerang. Kjo ngre një pyetje shumë të rëndësishme mbi mekanikën e qarkullimit. Si kthehen mbrapsht ato para në xhepat e po atyre qytetarëve? Kjo tingëllon paksa si magji ekonomike. Nuk ka magji, por ka një parim të njohur në ekonomi si efekti shumëzues ose multiplikator. Aha, efekti shumëzues? Po, shiko, kur blihet diçka importuar, kapitali largohet nga qarkullimi i brendshëm me një shpejtësi të frikshme. Ato para paguajnë për asfaltin, për shkollat dhe pagat në vendin e origjinës së atij produkti. Domethënë, pasurojnë atë lëndinën e largët që përmendëm. Saktësisht, por kur dikush blen një produkt vendor, ne shohim një model krejt tjetër.
parat mbeten të bllokuara në një cikël të dobishëm brenda gjeografisë sonë. A mund të jemi pak më specifik, sepse termi efekt shumëzues mund të duket shumë i thatë për dikë që nuk ka studiuar ekonomi. Si reflektohet kjo në rrugët e një qyteti apo një fshati të zakonshëm? Le të ndjekim atë kartë monedhën që përmendëm në fillim. 1000 lekshin. Jam shumë e kuriozë ku do shkoj. I dorëzohet një fermeri lokal për një ark me fruta të zem. Fermeri i cili tani ka këtë likuiditet nuk i mbill këto para në një kasafort. Ai shkon dhe blen fara apo pleh nga një furnizues në zonë. Kuptoj. Ose shkon te një mekanik fshati për të riparuar traktorin e tij. Dhe pastaj, mekaniku pasi praguhet për punën, i merr po ato para dhe i shpenzon për të blerë këpus për fëmijët e dyqani në qendër të qytetit. Ua. Është i njëjti 1000 lekësh. Është absolutisht i njëjti mjet këmbimi, por në një hark kohor shumë të shkurtër ai ka prodhuar vlerë dhe ka mbajtur gjallë 3 apo 4 familje të ndryshme përpara se ndoshta të gjejë ndonjë rrugë për të dalë nga vendi. Jashtëzakonshme. Dhe çdo kalim dore është në thelb një rrogë e vogël, një kontribut për të mbajtur rrotat në lëvizje. Pikërisht. Dhe udhëzuesi thekson se ky reakcion zinxhir nuk ndalon vetëm te bujqësia. Po, zgjerohet te veshjet, te teknologjia, shërbimet e deri tek artizanati. Çdo biznes që ndjen këtë kërkesë të shtuar dhe agon duke krijuar vende të reja pune. Ose duke rritur pagat ose duke përmirësuar kushtet për punëtorët ekzistues. Është vërtet intriguese se si hallka e parë, e cila shpesh e vetmja gjë që ne shohim, mbështet një rrjet kaq masiv dhe të padukshëm njerëzish, por më lë të bëj pak avokaten e djallit këtu. Të lutem. A mos ndoshta po i japim shumë peshë mbjetesës së këtyre bizneseve të vogla? Në fund të fundit, korporatat e mëdha globale gjithashtu punësojnë qytetarë të atij vendi ku operojnë apo jo? Për të kuptuar këtë nuancë, duhet të shohim se ku ankoron stabiliteti afatgjatë. Unë jam i mendimit që korporatat e mëdha kanë padyshim rolin e tyre. Sigurisht. Por ato drejtohen kryesisht nga algoritmet e tregjeve financiare globale. Ato mund ta zhvendosin prodhimin apo shërbimin në një shtet tjetër brenda natës. Vetëm sepse kostoja e punës atje bëhet disa qindarka më e lirë. Sakt. Por bizneset vendase dhe sidomos prodhuesit lokal janë të ankoruar në gjeografinë e tyre. Ata nuk mund ta paketojnë tokën e tyre dhe ta çojnë diku tjetër. E vërtet. Kur ne krijojmë një fluks të vazhdueshëm të ardhurash për ta, ne po krijojmë rritje biznesesh dhe stabilitet ekonomik, që është pak a shumë imun ndaj tekave të globalizimit të shpejtë. Ktu bëhet vërtet interesante, sepse materiali nis të krijojë një urë lidhëse mes llogarive bankare, vendeve të punës dhe diçka e shumë më të ndjeshme siç është rrjeti i komunitetit dhe lidhjet sociale. Ky është ndoshta thelbi më i rëndësishëm i të gjithë këtij udhëzuesi. Gjithmonë ne jemi mësuar me atë idenë se qëllimi i vetëm i një biznesi është rritja e fitimit, por sugjerimi këtu është se punësimi dhe stabiliteti financiar na qenë kanë thjesht mjetet për të ndërtuar shoqëritë bashkuara. Unë jam disi e habitur nga ky këndvështrim. Është një ndryshim i madh perspektive apo jo? Po, si mundet një prodhues këpucësh i lagjes të kthehet në atë ngjitisin social që e mban komunitetin bashk? Unë shoh korporata me buxhete miliona dollaresh që bëjnë fushata bamirësie pafund. Si dallojnë bizneset lokale nga kjo? Nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, diferenca qëndron midis një strategjie të ftohtë të përgjegjësisë sociale të korporatës dhe atij që quhet interesi për bashkët jetësor. Aha, interesi për bashkët jetësor, si përkthehet kjo? Një fushat bamirësie nga një kompani pa fytyrë hartohet në një zyrë me xhama përtej oqeanit, kryesisht për të përmirësuar imazhin e tyre. Por siç theksojnë burimet, bizneset lokale sponsorizojnë aktivitete dhe ndihmojnë komunitetin drejt për drejt, sepse fati i tyre është i lidhur me atë komunitet. Do me thënë, pronari i furrës së bukës jeton aty, fëmijët e tij ecin në të njëjtat rrugë. Fiks. Kur ai vendos të sponsorizojë ekipin lokal të futbollit apo të mbështesë një festival kulturor të zonës, ai nuk po e bën për rritje të aksioneve në bursë. Ai e bën sepse po investon në cilësinë e jetës së tij dhe të familjes së tij. Është një lloj analogjie sikur kur ne zgjedhim këto njësi lokale, nuk po paguajmë thjesht për ushqimin apo rrobën. Po paguajmë diçka më shumë. Duket si të paguash një taksë vullnetare apo një mirëmbajtje për vetë shoqërinë. Është pak a shumë si një sistem crowdfunding, një mbledhje fondesh popullore për lagjen tënde, qytetin tënd.
Dhe komuniteti i fortë mbetet i pathyeshëm pikërisht nga ky rrjet njerëzish që mbështesin njëri tjetrin. Kjo e mbron nga i tjetërsimi social që gjenerohet kur rrugët kryesore zbrazen prej mbylljes së njësive lokale. Dhe ky tjetërsim ndodh gjithmonë kur mungojnë hapësirat fizike të ndërveprimit, besoj. Patjetër, bizneset lokale nuk janë thjesht pika shitjeje. Ato janë vende ku njerëzit flasin, njihen dhe mbi të gjitha ndërtojnë besim të njëri tjetrit. Dhe besimi nuk mund të rritet nëpër korridoren anonime të qendrave tregtare. Asnjëherë. Ai rritet rreth këtyre qendrave lokale të prodhimit dhe shkëmbimit njerëzor. Ky ndërtim i lidhjeve të komunitetit na çon natyrshëm në një nivel edhe më të lartë të bisedës. Te ajo pjesë që materiali e thekson si mbrojtja e identitetit dhe trashëgimisë. Kjo është një temë shumë e thellë. Por këtu më duhet të luaj përsëri pak rolin e skeptikës. Unë e kuptoj se si parat mbajnë lagje në këmbë, por a nuk është një egzagerim masiv ta konsiderosh blerjen e një vaze me reçel të bërë në vend si një akt patriotizmi? E kuptoj nga vjen ky skepticizëm. Ne rëndom patriotizmin në lidhim me monumente, festat e pavarësisë, jo me zgjedhjet që njerëzit bëjnë kur janë duke kërkuar për djath apo domate. A nuk po e zbrazin pak kuptimin e një fjale kaq të madhe si identiteti kombëtar? Ajo që është vërtet ma gjepse këtu është se si ky këndvështrim e zbrit patriotizmin nga pjedestali i gjërave të paprekshme dhe e shndron ato në një praktikë të përditshme. Në një mbijetesë kulturore. Mbijetese kulturore. Le të mos harrojmë se identiteti i një populli nuk përbëhet vetëm nga datat historike apo monumentet. Ai gjendet te dija teknike, te shijet, te metodat e endjes së tekstileve apo te mënyra e fermentimit dhe kultivimit që janë rafinuar ndër shekuj. Kjo ka shumë sens në fakt. Materiali e bën këtë lidhje jashtëzakonisht të qartë. Patriotizmi nuk mbetet thjesht një simbol abstrakt kur vendoset kapitali yt për të garantuar që një traditë e caktuar nuk do të zhduket. Kjo është e fuqishme. Unë jam shumë e tërhequr nga kjo ide, sepse nëse mendojmë gjatë çfarë ndodh nëse ne thjesht vendosim të konsumojmë ushqime dhe produkte masive që ambalazhohen njësoj në një skaj tjetër të botës. Kthehemi në konsumator të standardizuar. Fiks. Ato produkte krijohen nëpër laborator global për t'u përshtatur shijeve të miliarda njerëzve, pra janë qëllimisht pa asnjë shpirt apo karakter specifik. Dhe nëse gjeneratat të tëra arriten vetëm me këto shije të standardizuara, pa pritur gjuhet tona të shijes dhe kulturës, fshihen, receta e vjetër mbulohet nga pluhuri. Teknikat lokale braktisen sepse thjesht nuk ka më treg për to, duket se në momentin që njeriu heq dorë nga mbështetja ekonomike e trashëgimisë së tij, ajo kulturë vdes bashkë me biznesin. Pra, a do thot kjo që fati i traditës kombëtare është dorëzuar në arkën e supermarketeve tona? Unë jam i sigurt që konkluzioni është eksaktësisht ky. Kultura e një populli nuk ruhet dot vetëm duke e mbyllur nëpër muze. Ruhet duke u konsumuar. Sakt, duke u mbajtur e gjallë dhe duke pasur kërkesë të vazhdueshme ekonomike nga njerëzit. Kur blerësit dërgojnë atë sinjalin në treg që duan atë produkt me atë aromë apo me atë metodë tradicionale, ata i sigurojnë atij elementit kulturor oksigjenin e nevojshëm. Për t'u kaluar të brezi pasardhës, është një përgjegjësi e bukur. Në rregull, le të zbërthejmë këto tani në pjesën më pragmatike, sepse të gjitha këto, mbajtja e parave brenda, krijimi i vendeve të punës, forcimi i komunitetit e deri te mbrojtja e trashëgimisë, tingëllojnë në mënyrë absolute pozitive. Të pakundërshtueshme. Po pra. Dhe natyrshëm lind pyetja nëse të gjitha këto përfitime janë kaq të kristalta, kaq thellësisht të logjikshme, atëherë pse ka një shkëputje të madhe? Pse nuk zgjohet çdo njeri çdo mëngjes me një mendim të qartë dhe të vendosur për të konsumuar ekskluzivisht produkte nga vendi vet? Kjo është pjesa ku përballemi me realitetin e sjelljes njerëzore. Udhëzuesi që po trajtojmë nuk ja fshes syrt këtij realiteti. Ai pranon se ka disa barjera mendore, Disa barjera tepër kokëforta, disa mite paralizuese do t'i quaja. Një nga më të rëndësishmit është ideja rrënjosur thellë se produkti huaj është gjithmonë a priori më i mirë. Nga mendon se buron ky lloj kompleksi inferioriteti? Ky është një fenomen që rrënjët i ka shpesh tek inercia historike. Në shumë shoqëri, veçanërisht ato që kanë kaluar faza tranzicioni ose izolimit i gjatë në të shkuarën, produkti i ardhur nga jashtë konsideroi një simbol progresi. Ose simbol statusi social. Fiks.
Një kushtëzim psikologjik që më pas u fuqizua akoma më shumë nga buxhetet gjigante të marketingut ndërkombëtar. Por të dhënat reale tregojnë një panoramë krejtësisht ndryshe sot. Do me thonë cilësia ka ndryshuar. Prodhues vendor kanë arritur nivele jashtëzakonisht larta cilësie. Për kushtimi që vihet në produktet artizanale apo freskia e një ushqimi që nuk ka udhëtuar për 3 javë përmes oqeaneve me kontejnera, shpesh ja kalon dukshme atyre standardeve të linjave masive. Unë jam plotësisht e pajtuar me këtë, por më duhet të ndryj pak këtu sepse duhet të jemi dhe të sinqert me realitetin e shumë familjeve. Të dëgjoj. Ndonjëherë produkti i huaj është më i lirë, për shkak të prodhimit masiv global dhe krahut të punës shfrytzues në disa zona të botës, diçka mund të vite ne me një çmim shumë të ulët. Nëse një familje po lufton për të balancuar buxhetin e muajit, a nuk është ndoshta disi e padrejtë të kërkohet atyre të mbajnë mbi supe ekonominë kombëtare duke paguar një çmim më të lartë? Ky është një argument shumë thelbësor. Është mjaft i ndjeshëm dhe është pikërisht arsyeja pse teksti nuk kërkon në asnjë moment një ekstremizëm. Pra nuk flitet për bojkot total. Absolutisht jo, një bojkot total do ishte absurd. Ne e dim që jetojmë në një botë të ndërlidhur dhe kemi nevojë për atë larmishmëri zgjedhjesh. Qasja e du nuk është sakrifica e verbër financiare. Atëherë cila është zgjidhja që ofrohet? Zgjidhja është të bëhet ajo që quhet kalibrimi i vetëdijshëm. Kalibrimi i vetëdijshëm. Si funksionon kjo praktikisht? Aty ku ekzistojnë 2 produkte me cilësi dhe çmim të ngjashëm, gjë që sot ndodh rëndom me produktet e përditshme apo ato bujqësore, peshorja duhet të anojë me ndërgjegje drejt asaj që ndërton vendin. Kjo ka plotësisht kuptim, unë jam e qetë me këtë qasje. Po ashtu duhet marrë në konsiderat edhe ai që njihet si çmimi i fshehur. Çmimi i fshehur? Çfarë përfaqëson ai? Diçka mund të kushtoj më pak në raft, por nëse ajo blerje shkakton largimin e parave nga komuniteti dhe mbylljen e një fabrike lokale që mban me bukë 10 familje të zonës, kostoja e vërtet shoqërore e atij produkti është shumë më e lartë. E vërtet shoqëria paguan faturën në terma afadjat. Është pak si ai perceptimi se pamundësia për ta ndryshuar botën me një lëvizje i bën njerëzit të mos bëjnë as atë lëvizjen e vogël që kanë në dorë. I një tjetër mit paralizues ky. Po, dhe kjo na çon drejt një justifitimi që dëgjohet rëndom. Një blerje nuk e bën dot diferencën. Shumë njerëz mendojnë, çfarë rëndësie ka nëse zgjidhet një vaj ulliri prodhimi zonës apo një tjetër nga 3000 kilometra larg. Unë jam një person. Në miliona pesha e buxhetit tim është një pikë në oqean. Si përballemi me këtë apati të kuptueshme? Kjo apatin po shtet lehtësisht kur fillojmë të kuptojmë fuqinë e pakontestueshme të numrave të mëdhenj dhe të veprimit kolektiv. Nëse mendojmë për çdo proces grumbullimi fondesh, asnjë individi vetëm nuk kontribuan gjithë shumën, apo jo? Sakt, çdo kush jep nga pak. Miliona veprime të vogla rutinore krijojnë struktura të mëdha. Nëse çdo konsumator do të zëvendësonte qoftë edhe një artikull të huaj në javë me një alternativë vendase, volumi total i kapitalit që rinjektohet në ekonomi do të rritej nëpër masa kolosale. Pra nuk kërkohen heroizma ekonomik, por thjesht hapa të vegjël të bashkërenduar. Pikarisht. Për të zhdukur idenë që kjo nuk ka rëndësi, mjaftun të shihen statistikat. Kush mban peshën më të madhe të punësimit në çdo vend të botës? Nuk janë konglomeratet e mëdha, besoj. Jo, janë rrjetet masive të bizneseve të mesme dhe të vogla. Ato janë plotësisht të pazvendësueshme për mbijetesën ekonomike të një populli. Dhe për ta përkthyer këtë në diçka akoma më praktike, burimi ynë ofron disa sugjerime që secili mund të fillojë t'i aplikojë që të nesërmen. Këto hapa nisin me vizita në tregjet lokale gjatë fundjavës, mbështetja për fermerin që ka stendën aty pranë, apo blerja nga artizan të lagjes. Hapa shumë konkret dhe lehtësisht të zbatueshëm. Por vjen pastaj një sugjerim mjaft bashkohor që mua personalisht më goditi thellë, udhëzuesi thotë: promovoni produktet vendore online dhe inkurajoni të tjerët. Pse kjo pjesa digjitale ka kaq shumë rëndësi sot? Sepse kjo thekson faktin se pushteti i dikujt nuk përfundon në momentin kur i dorëzon faturën shitësit. Shumë prodhues lokal që bëjnë produkte fantastike, nga mjalti të bizhuterit artizanale, as nuk i afrohen dot fuqisë marketimut që kanë markat e importuara. Kanë buxhete minimale reklamimi. Ose shpesh zero. Por kur njerëzit e ndajnë një përvojë të shkëlqyer në rrjetet e tyre sociale, apo e lavdërojnë atë markë online,
Ata në fakt i ofrojnë atij prodhuesi fushata të paçmueshme reklamimi falas. Krijimi i një kulture të mbështetjes kombëtare kalon po aq përmes fjala-fjalës sa edhe përmes portofolit. Promovimi u heq atë barierën e fshehtësisë dhe u jep zë atyre që punojnë me ndershmëri në komunitet. Unë jam vërtet e frymëzuar nga kjo ide. Është vërtet e gjitha e lidhur së bashku si një mozaik, ku çdo gur, sado i vogël, ka peshën e vet. Teksa i afrohemi fundit të këtij eksplorimi të thellë, duhet i japim një përgjigje përfundimtare asaj pyetje së madhe se pse e gjithë kjo analizë ka peshë reale për jetën tonë. Sepse nuk bëhet fjalë thjesht për llogaritje abstrakte ekonomistësh. Fiks, udhëzuesi e shpreh qartë, kur ekonomia vendore rritet prej atyre miliona zgjedhjeve të vogla, pasoja direkte dhe e menjëhershme për çdo është krijimi mundësive të reja të punësimit, nivele më të mira pagash dhe investime që mbikëqyrin infrastrukturën e komunitetit. Pra, cilësia jone e jetës rritet vetëm atëherë kur rritet edhe cilësia e jetës së prodhuesit dhe fqinjet tonë. Ne rritemi së bashku. Gjatë blerjes së radhës, një vëmendje pak më e madhe drejt origjinës forcon komunitetin dhe rrjedhimisht forcon vendin. Është një cikël mjaft i bukur mbështetjeje. Megjithatë, për të lënë hapësirë për reflektim në fund të kësaj analize ekziston një këndvështrim tjetër që shkon edhe përtej përmbajtjes strikte të këtij teksti udhëzues. Jam e gjithë vesh çfarë këndvështrim? Ne jetojmë sot në atë që mund ta quajmë epoka e globalizimit të ekstremizuar. Po, padyshim. Rrugët tona, reklamat dhe ushqimet tona po përjetojnë një tendencë të tmerrshme drejt një uniformiteti global ku gjithçka kudo ngjason me gjithçka tjetër. Është pak e frikshme kur e mendon, qytetet fillojnë t'i ngjajnë njëri tjetrit. Pikërisht kjo fton për një pyetje thellësisht provokuese. A ka mundësi që brenda pak dekadash e vetmja rrugë për të refuzuar këtë uniformitet monoton dhe për të mbrojtur diversitetin njerëzor të mos jetë politika apo qeveritë e mëdha, por të jetë pikërisht ai akti intim dhe i përditshëm i blerjes në dyqanin e rrugicës sate? Wow, do me thënë blerja si akti i fundit i rezistencës. A mund të jetë zgjedhja e diçkaje të prodhuar këtu pranë, vija e fundit e mbrojtjes për lirinë tonë të vërtet ekonomike dhe kulturore në një bollë që thjesht po bëhet e njëjtë gado? Një pyetje vërtet mjaft e rëndë e urgjente që të fton të reflektohet thellësisht, posaçërisht nga atë sekondë të vogël përpara laftit kur dora shtrihet për të bërë zgjedhjen e radhës. Kjo ishte analiza jonë e thellë për këtë herë, një udhëtim me shtesave të atyre transaksioneve që formësojnë botën tonë çdo ditë. Faleminderit që ndat